Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për të ftuar një gjyshe, ajo quhet Diana Pura, e cila do kërkojë ndihmë për mbesën e saj 5 vjeçare. Ajo kërkon të marrë kujdestarinë e vajzës dhe t'ia heqi pikërisht vajzës së saj Esmeralda Pura. Por çfarë ka ndodhur mes nënës dhe bijës ku kjo gjyshe kërkon të marrë kujdestarinë e mbesës, do të jetë pikërisht Diana që do na i rrëfej këtë histori. E dashur Diana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje ju. E dashur Diana, ti më ke kontaktuar dhe ke një problem që do të ndash, ke një problem që do të denoncosh për sa i përket fëmijëve të vajzës, mos gaboj. Çfarë ka ndodhur? Unë për fëmijët e kërkoj të atit që të sjellë dokumentat në kopër edhe vaksinimin nuk ma bojnë. Gjuhë nuk di ajo në Gjermani. Kam 40 data 13 tani, mbush 40 që maj vajzën këtu. As lek, as ushim, as rruga, të tëra rruga, të ushime, të tëra me kam falu një. Por vajza juaj ku ndodhet? Se me sa po kuptoj ka ndodhur divorc. Vajza ime gotën tuni që ka në Tiranë, e kalon ato ka i kuprat ati tuni. Për djali që ishte në Tiranë. Vajza juaj është ndarë me burrin e parë? Po. Sa fëmijë kishin? Një çupën e djalë. Dhe tani çfarë ka ndodhur me fëmijët e vegjël? Me fëmijët tuni goca dhe tuni e ka marrë ati tuni, e ka ikur në Gjermani. Vajzën e mbani ju? Mbesën? Vajzën po, kam 40 që për mbaj vajzën këtu. Por vajza juaj nuk kujdeset për të bijën? Jo, pa, nuk e di as gjykun dhe nuk e di të nga orë. Esmeralda i ka braktisur të dy fëmijët? Të dy, po ka dhe një fëmijë tjetër në Tiranë. Po, ka dhe një fëmijë tjetër në Tiranë me partnerin e ri? Po, me ato pe kalon dhe atë fëmijën e ka braktisur. Wow. Ku e ka braktisur? Ka iku. Dhe ku ndodhet sot vajza juaj Esmeralda? Vajza ime ka qenë shtator, 8 shtator 6 një diçka e tillë. Edhe u bë një dasë të kushuri i burri këtu, edhe ndasë 2 ditë, edhe iku prapa, e zalë, e ri këtu, të shkondej të punonte, jo më dhe iku në Tiranë, më pastaj, nuk e di. Ti nuk e kontakte me vajzën tënde? Jo, telefoni, mesazhe, si që të mesazhe zanore, mesazhe që i shej, për telefoni nuk ka. Sa vjeç është Esmeralda? Esmeralda të shimë ushe 26. Ku e martuat Esmeraldën që solli një 2 fëmijë nga martesa e parë? Në Maqedoninë e Veriut. Në çfarë vendi konkretisht të Maqedonisë? E ka Spelepi, e ka. Strumita e ka. Po, por sa vite martesë qëndroi aty Esmeralda? 5 vite. Dhe solli një 2 fëmijë, vajzën dhe djalin. Sa vjeç është djali? Djali është 7 vjeç, e vogël. Ndërsa vajza? Vajza 5 mbush muajin tjetër. Por çfarë ndodhi me martesën e parë të Esmeraldës? Pse e la ajo burrin e parë? Ajo latë donte këtë tjetrin që në Tiranë mande. E baktisi fëmijët në Qapan edhe ka marrë tjetrin. Pra u dashurua me një person tjetër dhe braktisi burrin dhe fëmijët dhe iku me një person në Tiranë. Por me personin në Tiranë, kur ajo qëndroi dhe solli edhe një fëmijë të tretë. Po. Ju kishit kontakte në atë kohë kur ajo bashkëtoi me këtë personin nga Tirana? Po, kishte burri, po nuk e flisnjë. Por ti nuk e ke takuar asnjëherë vajzën nga momenti që është larguar? Jo, atë ku ishte në Tiranë, jo, nuk e kam takuar, në Tiranë s'kam marrë asnjë. Por djalin e fëmijën e tretë e ke takuar, e ke parë? Jo. Por ajo braktisi fëmijën e tretë nga martesa e dytë, ku te burri e la apo në jetimore? Jo, në jetimore, në jetimore. Po ku e ka lënë? Djalin e ka i ati që në Tiranë. Ti ke kontakte me nipin tënd ati e flet? Po, se shikoj djalin që ka 3 vjeç mbush tash i ngushtë. Por çfarë të thot ai për Esmeraldën? Domethënë si kishte ikur dhe nga partneri? Ai do të thotë Esmeralda iku dhe kishte këtë
thonë. Po si tani, ajo la burrin e parë për një tjetër, la të dytin për një tjetër? Po mirë, ti si nën. Si më për me divi tia, nuk e di si shtari, se di. Por ishte ai që e kishte lënë vajzën tuaj, apo kishte ikur vetes? E na kjo. Kjo është e tmerrshme. Nuk e di. Por ti si nën? Që më thasë? Ti si nën, nuk e folur me Esmeraldën? Ka folur, po nuk ka tu. Nuk e ite me detalje si që shteke, ke pasër? Nuk më shpeshte si shumë, që jo këshu, po këshu, lash po këtë, lash për njatër, jo. Ishte e pa mundu. Pra kur erdhi shtatorin e vitit kaluar për atë dasmën aty në Pogradec, nuk fole me vajzën që edhe kjo jetë nuk bëhet kështu, martohu me një burr, bëj fëmijë, braktisi ik, martohu me tjetrin, bëj fëmijë ik. E flisje, jo nuk ma të vishë gjanë bërë. E di unë, jo është jeta ime, e di unë që boj. Fëmijë të nuk i dua, nuk i boj. Si, thoshte nuk i dua fëmijët? Edhe ku ka ardhur, më fale, ku ka ardhur nuk të shihë është ato vitin e kaluar, vajzë vogël që të pe, erdhi nga vajtje për qafogë, kështu i tha, të më le atje në qafanë mua ti dhe ike me makinë. Kjo. Po erdhi shtatovë, të mba. Dhe çfarë i tha Esmeralda të bijës? E tha, nuk të kalo mami, dhe mami të shumë. Nuk e të. Problemi është këtu, vetëm kujdestarinë e vajzës, do atë në kopër, edhe si vjen kopër, është për në klasë të parë, jo, vaksinat nuk ja bojnë do të dojë të marrun kujdestarinë dhe në kishët, është kisha një la pënesh, për fshati që amun, edhe nuk të japë gjo akshë të ndihme i shimore. E qartë. Nuk më japë dhe do të marrësh kujdestarinë e vajzës. Por pse nuk je drejtuar gjykatës, duke ditur që babai e ka braktisur, nëna e ka braktisur, pse nuk e bërë një denoncim e dashur Diana? Denoncim nuk kam bërë, po vajta të kryetari bashkisë në Pogradec, kërë të torë dhe hajë përgjigje nuk kam marrë, nuk më ndihmon njëri. Nuk të ndihmon përse? Pse nuk je drejtuar gjykatës duke ditur që po e mban ti besën ta marrësh ti kujdestarinë dhe gjithë ndihmat që gjykata nuk ka vajtu sepse lejtë 22.000 lejtë asistentë marë, unë arti që i trajtushe me ke, dhe ja kam për fare. Por ndërkohë që Esmeralda ka ikur, ti e di ku jeton vajza jote sot? Po, një shëta jonë për sus për shati, kështë parë për Pogradec, të pende jo këtë pende që kaloj pende në parë. E këshim banë për Pogradec ati i vinjën të tjerë me shirma, da nuk e di. Nuk e di. E bje buri telefonë nuk jam grejt telefonë. Si i bini të tjerët me shjelma? E bje personat të tjerë me shirma në Pogradec, nuk e di. Situata që nga akoma më dramatike, pra Esmeralda mund të ketë një problem me shëndetin e saj mendor tani, ana psikologjike e saj dhe mund të ketë përfunduar në situatë rruge. E ke bërë një denoncim në polici që vajza... Politika vajtë, që ka të vetëm politika vajtë. Por bashorti juaj ka dalë për ta kërkuar në Pogradec, ndoshta është në rrugë? Jo, ajo është të sëmu. është apërma, nuk vetë do të. Asë një punë këtu në fshatë nuk të bëndo. Edhe do më ujësën të majdo. Por ti derën e këta hapur për vajzën? Pa jo të vetë më jo dhe, të vetë tu, pa jo dhe fëmijë nuk e trajton mirë. A kupton? A me fëmijë këtu e trejke ndërë për alta, nuk e mërë të në, vetëm i ta për të boja, ta pushtoja, si të thamu tjetër, ta jo të vetë, këtu e me ikën prapësën. Dhe 3 ditë dhe ikën gjendë. Por kur ajo vjen në shtëpi, ti e ke kuptuar si nën situatën e saj të rënduar? Ajo... Edhe i kanë tonë, i për pjesër telefonin, 2 telefonari, 3 ditë në telefon, vjen në 5 mëngjes dhe në 2 drekës bratë dhe kus nuk ka në shpikua. Si ti e ke përzën nga shtëpia vajzën? Edhe ka përzën.
Jati kur ka marrë telefonu që kam dhënë një ani se nuk di shqip ai. Po, Edhe di turqishtë, maqedonisht letaj. maqedonisht. Po, edhe i kam dhënë një ani para ilaçe. Ilaçe vizitova këtë 25.000 lekë mua ilaçe. E me leka bërë të pjesisht edhe me administratori që është rrethit tonë, e kam të mundimohë për vajzë, se gjëna të fëmijë baptizëm, do të marrish kujdestarin e vajzë. Po ku ta gjohë kujdestarin të shqip të marrë të më të gjohë që ta ndimoj vajzë, mos u murë, mos borë. E tash Diana, Nuk të ndimoj. unë do bëjt pamundur për të ndihmuar që ti të marrësh kujdestarinë e besës tënde 5 vjeçare, por në këtë histori ma më dhimbset edhe Esmeralda. Ti më the pak Po më... në dite punëtoj se mirë e ke që unë kam. Shvajza juaj. Po, e madhe, po Esmeralda. Ndoshta ajo ka bërë shumë gabime në jetë dhe i ka përjetuar to gabime dhe sot ka një ngarkesë shumë të madhe psikologjike. E ka shumë të Ka përfunduar në rrugë, ti e ke dëbuar nga shtëpia, por ke bërë gabim. Ti duhet të kërkoje ndihmë për vajzën. Ashtu mund të më ka marrë mund të. Kishte këllin në shtator. Edhe para vitit të ri, të këti viti ka ikur. Vitin dhe kaluar dhe para vitit ri. Po, Që këtu kishte leka me vete, këtë se nga gotës banane, 2 banane, bleve dhe një molto. Të si da leka kishte në portofon, ati në çantës. Të si bleve një qokolatë, ti më të marë 50.000, 60.000 nanon, dhe fëmijë si shintën Po mirë. fëmite. ti si nën, nuk e pyete ku i ke gjetur këto para, a punon, ku fle, ku ha, ku pi, ku rri. Unë e thonë të unë e thonë që apo në marrë dhe vesh, ajo është tu. Ka kaluar nga depresioni. Por në ato 3 ditë që qëndroi vajza jote në shtëpi, çfarë të tha? A me mua nuk fliste fare. Pse me ty i ka ndërprer komunikimin? Jo, me mua jo, nuk fliste fare, pa vetëm me tjakin. E ba, jati veri të pukë, e mrinte për robeve, e dhe të a pukë, ato kafe të bojë, ato qumë, se kam edhe lopën, ato qumës, Por pse ato këshu, nuk i- ato jashtu nuk duan vetë shtrinda, vetë shtrin duan. Pra, Ato as fëmijë, as e në ta zgjoj. por kuriku tha ku do shkonte? E tha, ku do veshta dhe i kemë punën të pesh, pa nuk e di këto pasfute që po në Tiranë, në Kamës. E dashur Diana, e kuptoj qartë situatën me Esmeraldën dhe është një fatkeqësi kjo që ka ndodhur me vajzën tënde, sido që ti e ke përzën nga shtëpia, por shpirti të dhëmb, s'është vajza jote. Pa djeta, po e mirë cina, e mirë keqe. Por gjithë problemi është me vajzën e Esmeraldës, që Po, me valë. ti po e rrit ke 4 vite, e ke marrë 1 vjeç, kur ajo e braktisi, Në vite gjithë. dhe po e rrit dhe kërkon kujdestarin. Por vajza me vllajin flet, me vllajin e saj që jeton me babain? Po, flet, me Ismaili flet, po nuk e do kjo. Por pse nuk e do vllajin? Nuk e do kjo se i thotë ti të më lejnë ati në qafane, se kjo e vogë, shqip di më shumë. Të më lejnë qafane me mamin ati e thoshte. Pra vajzës i ka ngelur në mendje që 2 prindrit i lanë Po, në atë pikë doganore dhe i braktisën. Ta pyesi që doktor. Ma nuk kom për sa shto, sa mirë nuk kom për më dita falë zotë shqyqyq ka mirë, shqyqyq. Por çfarë thot vajza për nënën dhe babain? I kërkon? Ajo thotë nuk e dua mami, nuk e dua babi, sa më duhe mami shpirt, se është original. Ma e ke mami shpirt. Minë në rrëti të duan më shumë të. Se ti po e Apo rrit. ta të rase dhe pyte, si të thotë. Jo, vajza është e vogël dhe nuk do ta pyes, por të besoj ty e dashur Diana. Të besoj ty dhe I thë mu nga ikin me babi, vi babi të marrë ju, thonë të rritu, nuk ikin me babi. Nas me babi, nas me mami. por babai nuk ka ardhur asnjëherë ta takoj të birë? Jo, ka të ditë. Ja. E të mërshme. Por vajza jote është ndarë ligjërisht me burrin në Maqedoninë e Veriut? Nuk ka që li bime, bashketonin. Bashketonin ata. Ndërkohë që Po, me këtë të Tiranë është bashketonin të dy. ndërkohë që fëmijët në ngarkim i ka Esmeralda. Po, Esmeralda, ai shohi që kjo nuk e di kush i ka, po. Jo, nëse ata nuk kanë bërë një martesë të rregullt, fëmijët janë regjistruar automatikisht në trungun e Esmeraldës, në trungun tuaj. Jo, kam dalë
Esmeralda, sa Esmeralda është vetë. Po, në trungun e saj. Do të bëj diçka tjetër. Çuni që ka në Tiranë, me martesën e dytë, ta shkoj në sistem e del fëmija adoptuar. Nuk ka bërë asnjë libim asgjë. Është sërish te trungu i Esmeraldës. E qartë, e kuptoj. Del fëmija adoptuar që s'ka as nëna as babë. Pse nuk i ka dhënë atësinë ai? Jo, se ja kërkoj firmën kjo, ai mandi Esmeralda, po nuk e firmë që ta eri me trungun e tij. E ka Esmeralda kujdestari Po pra, që në Tiranë. e dashur Diana, më lejo të shpjegoj. Duke ditur që vajza juaj ka patur 2 marrëdhënie me një bashkëtesë në Maqedoninë e Veriut ku ka sjellë një 2 fëmijë, djali 7 vjeç dhe vajzën 5 vjeç. Fëmijët janë regjistruar automatikisht te trungu i Esmeraldës, aty në Pogradec ku ajo ka gjendje civile. Edhe marrëdhënien e dytë që ka patur në Tiranë dhe ka sjellë në jetë një djalë që ka 3 vjeç, edhe ai fëmijë i tretë është regjistruar në trungun e Esmeraldës dhe ajo është nëna e 3 fëmijëve. Por ndërkohë ajo ka kujdestarin e të 3 fëmijëve, por ajo nuk po rrit asnjë fëmijë. Jo, asnjë, jo. Sepse djalin nga bashkëtesa e parë po e rrit babai, vajzën po e rrit ti, ndërsa djalin nga marrëdhënia e dytë po e rrit vetë babai. Ndërkohë, ti kërkon të marrësh kujdestarin e vajzës dhe të kujdesesh për të. Po për të marrë të kujdestari, duhet të hequr kujdestaria Esmeraldës fillimisht dhe ti duhet të bësh një denoncim që ajo i ka braktisur fëmijët dhe ti drejtohesh gjykatës që këtë kujdestari pikërisht ta marrësh ti. Nuk vetëm gjykatë, nuk kam me çfarë drejtë. Por gjithsesi unë do të ndihmoj, po këtë procedurë ti duhet ta bësh. Nëse ti do marrësh kujdestarin e vajzës 5 vjeç, duhet ta marrësh nga gjykata ligjërisht, sepse për ndryshe nuk jepet kujdestaria, nuk ta jap unë kujdestarin. Nuk ta jep askush kujdestarin, është gjykata ajo që ja heq nënës dhe ta vendos ty kujdestarin. Dhe në momentin që ti do kesh kujdestarin e vajzës, patjetër që do kesh edhe të mira materiale, le të themi ndihma për rritjen e asaj vajze 5 vjeç. E dashur Diana, nëse Esmeralda do na ndiqte, do doje që t'i jepi një mesazh ditën e sotme? Esmeralda do t'i jepi një mesazh për arsye të kthehet në shtëpi, të kujdeset ta marrë vajzën me të mirë. Ajo të thonë të është e drejta, të thonë edhe me fëmijën nuk flinte, nuk e mirë të ta lartë çdo të dielë që ta honë ikte apo në kopër, bukën gati nuk ja bonte, pavarësisht do ta marrë edhe një herë, Esmeraldën në shtëpi ku jam këtu, pa ajo prap do bëj gabime dhe iki prap. Por në Do iki prap. Në momentin që ti do ta marrësh Esmeraldën, unë të këshilloj ta çosh tek mjeku psikiatër, sa e ka nevojë për mjek. Nëse është e vërtetë që ajo në Pogradec është parë nga fqinji që e gjuanin personat e tjerë, është në situatë rruge, ti duhet ta ndihmosh vajzën tënde. Nëse nuk e ndihmon ti, kush do e ndihmoj? E dëgjuam historinë e kësaj gjyshe e cila tregoi historinë e të bijës, 26 vjeçare Esmeralda, e cila kishte braktisur bashortin e saj me 2 fëmijë, kishte nisur një marrëdhënie në kryeqytet, kishte bërë një tjetër fëmijë dhe të 3 fëmijët, si 2 djemë dhe vajzën, i kishte braktisur. Kjo nën me një zemër të plagosur e kishte dëbuar të bien nga shtëpia, por sot kërkon që ajo të rikthehet dhe të kujdeset për të. Ajo tregoi momente të trishta nga Esmeralda Pura, ku fqinjët i kanë treguar se ajo në Pogradec është në situatë rruge dhe shumë persona e godasin, e gjuajnë dhe ndoshta e kishtrajtojnë dhe e shfrytëzojnë këtë 26 vjeçare. Por pranë Dianës është edhe bashorti i saj Beni, i cili ka probleme të shëndetit të tij, është operuar dhe kërkon që ditën e sotme të jetë këtu në live me Odetën, padyshim dhe ai ka disa fjalë për të thënë për vajzën e tij të vetme. Beni, përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni babai i Esmeraldës. Po. Por çfarë ka ndodhur kështu me vajzën tuaj? Po ajo, ka iku disa e nga shtëpia dhe unë si babai i saj pranoi të kthehet në shtëpi. Ka bërë ca mesazhe të zanohet vogla, se u ditë shkruese shkolle vjetën atë kohë, edhe nuk kthej përgjigje. I lutet të vinë në shtëpi të fëmijës e saj, unë nuk e kam përzon, vetë gruaja nuk e kam pranuar në shtëpi.
nusja ime. E qartë, nëna, Diana. Unë si babe, ja kam shkjetë të gjitha, ja kam bërë Allah buke, ujë, gjilinë e së, shkove që ka djeku në kohë, e të vinë, se i kam thënë jam i sëmur, vuaj shumë, në tension, sa vaku të operua me petë në doktorët, kirurgët, ajo nuk ka thye përgjigje, unë dua që të vinë në shtëpi. Të mia, besoj ti që se një vitë braktisur më vjekeq se kam rritur vetë si këtë vogël këtu. Se një të vajtë të vetë me kam. Kështu. Për gjumë në huë, ne nuk dim në turqisht, të shkretën e kohës parë komunizmit, të punoj gjenë civile më thare të vjeri 3 kartë dokumenta jatë, një dekret në të rije, që të ka lindje dhe të libeze vaksinës. Vaksinimit, që të vaksinohet të Shqipëri. Gjithsesi, i dashur Beni, ju do ma jepni numrin e kontaktit të ish-dhëndrit tuaj në Maqedoninë e Veriut për t'ia sqaruar dhe unë që ai disa dokumenta që i duhen vajzës duhet i dërgoj, përderisa ai nuk kujdeset për vajzën, ua ka lënë juve të paktën të sjellni dokumentat që ju ta çoni në kopësht, të vejë në shkollë, të shkojnë tek mjeku, të bëj vaksinat, kështu që këtë gjë do të ndihmoj unë. Por dua të pyes edhe për Esmeraldën, kur ajo erdhi për herë të fundit në shtëpi, shtatorën e vitit kaluar, si ishte gjendja e saj? Çfarë të tregoj? Ajo mirë që këtu bën me një pronar me kunjoni varrat atë Tiranës anë. Ajo tha, ne qakoha nuk e bënte punën mirë dhe e latha dhe shkoj në një punë tjetër, ata e trajtuan keq e ranë. Si e ranë? Tregonte ai historinë, po se pasë që e godisi fëmijën tim në Tiranë. I dashur Beni, por ndërkohë, ti me vajzën të tregoj pse ishte ndarë me burrin e dytë? Pas më tha, për këtë e tion të Tiranë, se komunikoj me këtë Tiranë që ka në këtë djallin e vogël e ruajnë e shikojnë ata atje, prindit e tij, e shikon veta i Tiranës aty. Por ishtë dhënë... Ka problem unë, atë e kujdeset veta i atje. Por e qartë, por problemi është dhe Esmeralda që është në situatë rrugë tani. Por ishtë dhëndri i dytë, çfarë të tha për Esmeraldën? Se në viku tha, sërta, e bëri mesazh të vogël aty, tha, Alda është aty, e thamë sërtë. Ku di unë? Shushu ato letrat, i ka mesazh se ti gjuhën e huë të turqisht, turqeli. Por gjithsesi, për të marrë kujdestarinë janë shumë procedura që Diana kërkon të jetë gjyshja ajo që të marrë kujdestarinë e vajzës 5 vjeçare. Por ju keni bërë një denoncim për Esmeraldën që është larguar nga shtëpia dhe mund të jetë në situatë rrugë? Unë s'kam shkuar drejt aty, të them si motër, unë nuk kam shkuar se kam qenë i sëmur, s'kam janë kuar në policinë e rajon, komisariat, nuk kam shkuar do. Kam qenë i sëmur me barna i dalqe, dhe kështu... Të shkuara. Mua më dhem stomaku, e ca probleme, e tensioni lartër, 17 litër, 18 nëntër, me barna të shtrenjta. Të shkuara, Beni, të uroj jetë dhe shëndet, por... Unë duhet të vijë në shtëpi. Dhe të maj, ajo e fëmijën e saj e ka prapë, dhe ai babin e saj e ka atit, baban e vetë, vlanë e masë, ajo e ka tine, dhe ta shikoj sa e doj. Leve të marri një banja peseka, sa për të paguar ato ilaçet, barna që i blen në qytet, për macistë. Por vajza 5 vjeçare çfarë thot mbesa? Besoj që të do shumë se ju e keni rritur. Po, ne i bëjmë valla, vajza sa më thë dhe kësaja, se neve e kemi tonë në avijë, nuk duhet të lëmë ashtu të ndajmë vetë që nga fëmijët e tje shoqet e sëtë kopësit atje o gjyshi, qërë të dhe barku, të abusu barku, të kërë dirohem një të ri. Mirë, ti duhet të bësh i fort. Beni, duhet të bësh i fort dhe nuk dua të qash ditën e sotme. Me motër, Beni... Këtë të bëju, më aqë më vje keq, që për ajo mama të fëmijët e tjeri kanë, kjo mama se ka. Po mirë, mendoj që u ka juve, ka Dianën gjyshen, të ka ty Beni, nuk është vetëm, kështu që mendoj dhe këtë gjë. E dëgjuan këtu baba,
të plagosur, të lënduar, i cili u pre kur foli për të bijën dhe i bëri thirrje që ajo të rikthehet në shtëpi, të bashkohet me vajzën dhe të kujdeset për të bijën. Pasi nga martesa e parë theksoi edhe një herë Esmeralda djalin nga martesa e parë kujdeset bashorti i saj në Maqedoninë e Veriut, ndërsa vajza 5 vjeçare e ka lënë tek nëna dhe babai dhe është larguar, ndërsa djali më të vogël që ka 3 vjeç, nga marrëdhënia e dytë që ka patur në kryeqytet me një djalë të ri, është ky i fundit që kujdeset dhe kjo nën nuk dihet se ku ndodhet, ku jeton dhe kush e strehon, dhe gjithë frika më e madhe e dy prindërve është Esmeralda dhe pse këngulin që të marrin dhe kujdestarin e vajzës së saj, pasi ajo nuk është në gjendje qoftë të mirë fizike dhe mendore të kujdeset për të bijën. Ndërkohë që të dy prindit e Esmeraldës, si Diana dhe Beni, më kanë dhënë numrin e telefonit të saj, ajo nuk u përgjigjet prindërve dhe unë do tentoj që ditën e sotme në këtë live ta telefonoj Esmeraldën dhe menjëherë do i bie numrit. Alo, përshëndetje. Urdhën, kush jeni ju? Me Esmeraldën flas. Çfarë ka ndodhur? Esmeralda si je? Çfarë ka ndodhur thash? Jo, nuk ka ndodhur asgjë. Unë jam Odeta dhe nëna juaj më telefonoi dhe më tha që je larguar nga shtëpia dhe ajo kërkon që ti të rikthehesh. Jam mirë, dhe pranë familjes jam. Po ti nuk ndodhesh në familje, se unë sapo fola me nënën dhe babain tuaj. Jam 26 vjeç, di vetë në jetën time, di vetë. Jo, e qartë, je di vetë jetën tënde, por unë të mora për të ndihmuar. Do të çoj në dy policië po të them. Kam hënë të mia, prandaj jam larguar. Kaq. Po mirë, e ke kuptuar ti që ke braktisur disa fëmijë? E di unë shumë mirë, hajde tani mos më bëni mua. E në fakt Esmeralda e mbylli telefonin, nuk donte që të fliste, u duk qartë nga ky komunikimi i shkurtër reagimi i saj, ndoshta ngarkesa e rënd psikologjike, situata në të cilën ndodhet, mund të ketë nevojë për ndihmë, pikërisht Esmeralda Pura, 26 vjeçaria, e cila është nëna e 3 fëmijëve dhe fatkeqësisht i ka braktisur të 3 fëmijë, të dy prindrit e saj, si Beni edhe Diana, kërkuan ndihmë për vajzën e tyre, por ajo tregoi që jam në familje, ndërkohë që unë sapo kisha folur me nënën dhe babain, unë uroj dhe shpresoj që të bëhet më e mira për këtë 26 vjeçare që nëse vërtet ka probleme të shëndetit mendor, duhen marrë masa për të ndihmuar, nuk është për të paragjykuar kjo histori, por është një fatkeqësi e madhe për një nënë dhe një baba që kujdesen për mbesën e tyre të vogël dhe mbi të gjitha vajzën ju ka ikur nga shtëpia. Mirë, ne do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live, pasi një tjetër nën do që të futet këtu në live me Odetën. Ajo quhet Sheftelia Tora, ajo është nga Berati dhe ajo është nëna e 3 fëmijëve, e cila fatkeqësisht të 3 fëmijët i ka sjell nga martesa e parë, bashkëshorti i ka vdekur dhe vendosi të vazhdonte jetën të njëjtë një tjetër partner, por ky i fundit pas një viti njohje ushtroi dhunë fizike. Do të jetë pikërisht kjo zonjë që do e denoncoj këtu, kështu që hap dritare dhe e ftoj. Sheftelie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, unë jam nga Galina. E Beratit, mos gaboj. Po. Unë i kam lexuar mesazhet e tua dhe ju jeni një grua e dhunuar. Po. Jeni dhunuar nga bashorti? Po. Por çfarë ka ndodhur? Ishte vitin tjati, hajnëm drekën të ta bashkë ishim në 20 veta. Hajnëm ta drekën, e unë në këta buka, Allah tha shuna. I ku ma ta nga kushina, i ka njerës ka, Allah tha shuna sa ha. Ajë më të ardhë sa të vjetë që qëpën e gjumë të veja punët. Ajë më të ardhë më futi me drun kokë, që më largoj ajo, nusën sa qajtë. Sa vite martes keti? Kisha një vit martes. Më falë që të pyes, sa vjetë që je dashur? Ona 39. Mund të pyes si e një orti me bashortin tënd? A da kunati motrës. Si ka qenë marrëdhënia jote me burrin? Mi ka qenë punonim, gjithonim, mi ka qenë. Por kur nisi dhuna te këty? Po bëndë një, më mbyste, më bëndë. Në këto vitet e martesës që sollen një jetë fëmijë të ka dhunuar? Jo, me këte s'kam unë, një vit ndele me këte. Ky është burri i dytë. E po mos shpjego të lutem. Me martesën e parë, kur i qenë 20 vjeç, që i martuar ke sjell një jetë 3 fëmijë. Po. Pse u ndave me burrin e parë? Ai pinte. Por ti u ktheve te prindrit e tu me 3 fëmijët? Me të prind ktheva, që të beja? Por babai kujdeset për fëmijët e ti? Jo.
Edhe çupe madhe kam martuar atje në... E kam martuar çupën, në ka 2 fëmijë. Por 2 fëmijët e tjerë sa vjeç janë? Një është viti para gjimnaz, një është në Kopës. Por sa vite ke ti që je ndar nga burri i parë? O vetë 4 vjetë. 4 vite. Por fëmijët e kërkojnë babain? Ato thonë mos ma zajnë kosh fare. Unë ka ndihmuar për fëmijët. Pra ai nuk ka dhënë asnjë kontributi për fëmijët. Pare, ja, unë i kam rritur me prindit dhe me vanë. Për të di që flasim. Por pas divorcit me burrin e parë, ti vendose të rimartoheshe. Po. Si e njohe burrin e dytë? Edhe ai burri çupës. Dhëndri jot? Po. Dhe sa vite jetuat bashk? Jetuam një vit. E kështu fillon të pate, pasaj në më shti këtu të shpallë. Por pse të dhunoj ty ai? O, e tha pse ja kaj, që pse së hati të ashun ai, unë sa të vjeti qupë në gjumë, ishe të kod dreke. Por kishte probleme shëndetit mendor apo ishte njëri normal? Ishte normal, hengi bibi, e dori pjana bibi duan, unë të ka gjitha, sa hata zuna. Po e ke denoncuar ti në polici për dhunën? E denoncuar, më ndeti një me 4 muaj në burg. Sheftelie, kur durimi doli nga burgu, u kthye tek ty? Jo. Po ti ku shkove, pasi ai ra në burg? Jam ke babi. Po i bje me qarë babit. Me të 3 fëmijët? E. Por me durimin ti nuk solle një jetë fëmijë, i ke të 3 fëmijët nga martesa e parë. Po. Mua më vjen shumë keq për jetën tënde, që je ndar nga 2 partnerë, njëri është larguar nga kjo jetë, tjetri të ka dhunuar, të ka braktisur, por i dyti ka dalë nga burgu, të ka kontaktuar? Jo. Ti i ke dhënë fund asaj marrëdhënie. Jam nevojë me 10.000 lekë. Por ai të ka kërkuar që ti të rikthehesh tek ai? Jo. Ke një mesazh për burrin e dytë? Ka me mesazh të më ka 500.000 lekë, më moj 500.000 lekë, më ndoj robat për jashtë, ajo që be ati, më ndoj robat për jashtë, më moj 50.000 lekë. Unë ku t'i gjej këto? Unë ja pa po nja. Ama i gjesh për lekë, unë ku t'i gjej. 50.000 lekë apo 500.000 lekë? 500.000 lekë. Kush ti mori këto lekë? E më nxoha robët për jashtë, ama dhe unë i bjeva lekë, me robët i bjeva me lekë. Por pse nuk e denoncove në polici? E në nxoha ma janë ata asë morë për t'i asje. Dhe kush është mesazhi që do jepje sot për burrin tënd të dytë? Për lekë dhe për të pafrua, po të shu, po të panovi, po s'panovi. Unë pas teje do mundohem që të lidhe me ish burrin tënd me durimin, që ai ato para që ti ka marrë, ti kthej mbrapa dhe do vetemi bashkë në kontakt. Unë po përna ndita asgjas, po do vete prap njërë në policinë në të urës, unë do vete të kthej përgjigje pasaj. E qartë, uroj të bëhet më e mira për ty dhe fëmijët e tu, kështu që të përshëndes. Përshëndes, Anja. Mirë të dashumishe, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj të bëhet më e mira për Shefteli Toraj, nënën e 3 fëmijëve, e cila dukej që ishte goxha e rënduar me gjithatë jetë të vështirë që kishte bërë dhe kërkonte ndihmë nga institucionet. Lutemi dhe urojmë të bëhet më e mira për të dhe për fëmijët e saj. Ndërkohë, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori
fatkeqësisht të dhimbshme. Mirë, faleminderit dhe takohemi nesër.